Prej datës 10 janar, autoritetet shqiptare po vijojnë operacionin e kërkim shpëtimit për gjetjen e trupit të 30 vjeçarit Jurgen Karaj nga fshati Fullqeti Klosit, i cili dyshohet se është rrëmbyer nga rrjedha e ujit e Prrojit të Darsit pas një aksidenti automobilistik. Kërkimet janë shtrirë gjatë gjithë vijës lumore të malit dhe po zhvillohet çdo ditë pa ndërprerje me angazhimin e 10 forcave të batalionit të 3 të repartit të Kompsërisë në Burrel, strukturave të emergjencës si dhe familjarëve të riut, të cilit për javësh ndjekin nga afër çdo operacion në terren. Që për 29 janarit operacionit është bashkuar dhe një grup i specializuar nga forcat e sigurisë së Kosovës, duke rritur kapacitetet teknike të kërkimit. Ata kanë përdorur pajisjet avancuara, përfshirë një dron në ujor për të kontrolluar zonat e thella dhe të vështira të basenit të liçenit të Ulzës, ku dyshohet se mund të jetë zhvendosur trupi për shkak të rrjedhës së fortë të ujit. Pavarësisht kontrolleve të përsëritura në disa segmente të lumit dhe skanimeve të thellësisë së liçenit, deri më tani nuk është gjetur asnjë shenjë që të çojë në lokalizimin e 30 vjeçarit, ndërsa kërkimet vijojnë me intensitet të plotë. Ngjarja ndodhi kur 30 vjeçari udhtonte si pasagjer në një automjet që drejtohej nga 24 vjeçari Andi Losha. Sipas hetimeve, drejtuesi i mjetit humbi kontrollin dhe makina përfundoi në prrua. I riu arriti të dalë nga automjeti dhe të shpëtojë, ndërsa 30 vjeçari dyshohet se u mor nga rrjedha e ujit. Pas aksidentit, Losha është arrestuar nga policia pasi dyshohet se e drejtonte mjetin në gjendje të dehur dhe nuk i ka dhënë ndihmë pasagjerit dhe nuk ka njoftuar më pas autoritetet, duke u larguar nga vendngjarja. Ai përballet me akuza për shkelje të rëndë të rregullave të qarkullimit dhe mosdhënie ndihmë. Ndërkohë, familjarët e 30 vjeçarit vijojnë të presin me ankth një përgjigje, teksa operacioni i kërkimit mbetet në fokus të autoriteteve dhe pritet të vazhdojë deri në zbardhjen e plotë të fatit të tij.